Të nderuar teleshikues, kësaj radhe jemi zhvendosur në Gjirokastër për të takuar një tjetër bashkëdhëtar që ka vendosur të përfshihet në politikën shqiptare. Është kandidat i njërës prej forcave alternative që garon këtu në qarkun e Gjirokastrës në zgjedhjet e 11 majit. Shumë për jush mund ta njohin edhe drejt për drejti personalisht, pasi ai është vendosur në Kanada shumë herët. Mos gaboj në vitin 90, pra ka rreth 35 vjet që jeton në Kanada. Vetë e kam takuar për herë të parë në vitin 98 kur u shpërngula në Toronto dhe e njoh si një shqiptar të mirë, një veprimtar të dalluar, por mbi të gjitha si një kineast, një producent shfaqjesh në komunitet por edhe ndërkombëtare, si Miss Globe, si një kineast, producent filmash. Është Albert Xhaferi, me të cilin zhvilluam një intervistë interesante rreth motivimit të tij për të përfshirë në politikën shqiptare dhe situatat në të cilën ndodhet Shqipëria në praktikë të zgjedhjeve. Le ta ndjekim. Berti, mirë se gjeta në Gjirokastër. Ilir, përshëndetje, faleminderit që morët këtë udhëtim të largët edhe erdhët në vendin më të bukur në Shqipëri, që është Gjirokastra, qyteti i gurët. Është vendi më i bukur sepse ti personalisht ke një lidhje me Gjirokastrën, besoj apo jo? Po, shiko, ti, domethënë stafi jot, duke përfshirë edhe Tonin, edhe ti personalisht ke kryer domethënë një shërbim të jashtëzakonshëm ndaj familjes tonë. Baba jon që ndroi jetë para 3 vjetësh është nga Picari i Gjirokastrës, ku ju vajtët bët vizitën, i keni bërë një intervistë dhe keni shtjelluar pak a shumë atë pasionin e tij dhe prejardhjen e familjes e të gjitha këto. Natyrisht unë kam lindur edhe jam rritur në Tiranë, më të shumtën e jetës time, siç e di, kam kaluar në Kanada, por kjo është origjina jonë. Këtu kam varet e gjyshërve, varin e babait, edhe është disi kështu qetësuese, themi, nga ana shpirtërore, që të vish të kthehesh në origjinë, si themi ne, po të kthehesh në një vend që me të vërtetë është i bukur, ja vlen. Po kthehesh në origjinë, po me një mision për të futur në politikën shqiptare. Pse ky vendim? Tashi, për të futur në politikë është pak e egzageruar, e tepruar, po themi, por po themi një përçapje e lehtë, një qasje drejt një ndryshimi, në qoftë se ne kemi mundësi që të bëjmë një ndryshim të paktën në jetën e popullit tonë, shqiptarëve në përgjithësi. Na u dha një oportunitet me Shqipëria Bëhet, me koalicionin, me partinë e Adriatik Lapaj, që është Lëvizja Shqipëria Bëhet, edhe me koalicionin Nisma Shqipëria Bëhet, që është një koalicion midis 3 partive, po themi. Na u dha një oportunitet që ne të shfaqim pak vlerat tona, të sjellim një ndryshim i cili e shikojmë që prej 35 vjetësh nuk është këtu, duke mos dashur tash të fajsojmë njërin grup apo grupin tjetër, dhe pak a shumë të kontribojmë atë që ne kemi si detyrë që ta kontribojmë kundrejt vendit tonë. Cila është gjëja më urgjente për cilën Shqipëria ka nevojë të ndryshojë? Shiko, po t'ishte për të transmetuar në Gjirokastër, do thosha gjëra tjera, tash kjo është për të transmetuar në Kanada, të gjithë vëzhguesve edhe bashkëdhëtarëve tanë që janë në Kanada në përgjithësi që ndjekin emisionin, po jo vetëm, se natyrisht ka edhe në Amerikë, edhe në Shqipëri njerëzit janë shumë të lidhur me pasqyrën shqiptare. Do të thosha që do isha pak më i ashpër, po të ishte lokale do isha pak më diplomatik me vendasit. Gjirokastra, qarku i Gjirokastrës, me disa nuanca, ka ngelur 35 vjet mbrapa. Nga pikpamja e bindjes politike, nga mund të them që është një hipnotizim edhe një ndales në kohë
e komplet vendimmarrjes edhe qasjes ndaj zgjedhjes politike. Duke mos kuptuar se çfarë pasojash kjo ka, të paktën 12 vjet e fundit do kishte mundësi të alternonte pak, që të shikonin ndryshime, ka arritur 12 vjet, por nuk janë 12, sepse janë të programuar edhe 8 tjerë. Domethënë është një 20 vjeçar tjetër që flasim për qarkun e Gjirokastës, por për Shqipërinë përgjithësi, do jetë e humbur. Emigracioni, domethënë shpopullimi i vendit është i frikshëm. Nuk ka fëmijë, nuk dëgjon. Domethënë mund të kesh një pakic, as 1%. Të ri janë të gjithë të ri nën moshën, po them 16 vjeç që nuk mund të largohen nga familja. Ti i shikon në për restorante, klube, vende ku shërbejnë, janë vetëm të ri që nuk mund të ikin për arsye të moshës. Grup mosha 18-30 është komplet missing, është e ikur. E keqja është mbas këtyre votimeve, parashikimet janë që do ikin edhe gjysmë milioni njerëz tjerë, në qoftë se po ja vëm fajin Partisë Socialiste PS-s, po nuk është vetëm e asaj, është e komplet grupit drejtimit ose koalicioneve të fsheta politike, PD, PS, LSI e tjera. S'na interesojnë fare. Ne na intereson rezultati. Rezultati është i të mërshëm. Gjirokastra është në mjerim. Zhvillimi, po themi tash të dalim jashtë qytetit, zhvillimi i agrokulturës, i blegtarisë, i çdo gjëje është jo minimale, nuk është ekzistente. Domethënë kanë vajtur tek pika që nuk prodhojnë më për shitje, për biznes, për si thua që të mbulojnë kërkesat e tregut, bëjnë diçka vetëm për vete edhe e mbyllin aty. Po të flasësh me njerëz të qeverisë do të numërojnë si sukses turizmin. Cila do të ishte përgjigjja jote? Fantastike, pyetja drejt, sepse e trajtoj edhe unë ato postimet e mia. Turizmi, ju e keni parë vetë, mbase jo dhe aq, por unë kam shpenzuar gati 2 javë ose 3 javë të fundit këtu, vetëm duke vlerësuar se çfarë ndodh, se s'mundet brenda një dite, natyrisht do një studim të gjatë. Turizmi është kaq minimal sa është për të ardhur keq. Dhe ne kemi shëtitur gjithë botën, një vend i këtill, siç e shikoni, domethënë, një arkitekturë e këtill është mbase në Shqipëri 2 vende, domethënë Gjirokastra Berati, edhe nuk ekziston vend tjetër. Turizmi është, për mendimin tim, minimal. Nuk ka e para, qendrat e informacionit turistik. Ku janë? Që janë gjithë botën, ti hyn në Rinas duhet kishe qendrën e informacionit, zotri në çdo ditë do shkoni. Na pëlqen Mali apo deti apo kjo. Menjëherë urdhoni broshurat edhe vazhdoni udhëtimin tuaj. Hyn Gjirokastra nuk ka asgjë të tillë. Vjen Gjirokastra një kaos edhe një turizëm minimal, një turizëm po themun i vobekt, i varfër, që nuk i shërben as turizmit, nuk i shërben as popullsisë, mbase i mban për momentin me një të ardhur të lehtë, por nuk ka asgjë për të krenuar, asgjë për të thënë që ekziston turizmi, jo është i successful, po ekziston. Lerdi ti ceke pak më parë besnikërinë politike që karakterizon qarkun e Gjirokastrës, the edhe që njerëzit janë në hipnozë. Le të rrim pak te kjo besnikëria politike. Si shpjegohet kjo besnikëri? Mos vallë është edhe presion ekonomik i cili realizohet nga qeveria nëpërmjet rrogtarëve të shumt që ajo ka në radhët e veta? Shiko, është shpjegohet, domethënë po ti hysh edhe të analizosh thellë, e ka një shpjegim. Vetë nga jetëgjatësia e qëndrimit të këtyre sistemeve, edhe s'po i ndajmë sistemet, po themi se të gjitha janë një lloj, pa ngjyra politike, blu, e kuqe, e jeshile, asnjëra nga këto. Të gjitha janë një lloj. Qëllimi është për të shtypjen edhe minimalizimin e të ardhurave të popullsisë në mënyrë që të jenë të nënshtruar. Unë sepse e kam moshën, domethënë që e kam jetuar edhe sistemin komunist, kam qenë i ri në atë kohë, qëllimi ka qenë mbaj me të ardhura të ulta, të varfër, në mënyrë që të mos kenë kohë që të mendojnë. E vetmja kohë tjetër që të mbarojnë punën, të kthehen në shtëpi dhe ditën tjetër të vazhdojnë ciklin, rat race, themi ne. E njëjta gjë është edhe tani. Pak më e avancuar sepse kur vjen koha e votave,
çfarë kemi hasur shumë herë, kemi hasur që thotë shiko, thotë unë jam me ju, më pëlqen programi, e keni votën time, por të lutem mos më ekspozo. Mos më nxirr në video, mos më nxirr në fotografi, mos u shoqëro me mua haptazi ose mos e deklaro haptazi që unë jam për Shqipëria bëhet. Si shqiptar o kanadez, me siguri ke ardhur me besim që mund të kontribosh sado pak në të mirën e vendit tënd, apo jo? Kjo është një objektiv i natyrshëm. Konkretisht me çfarë cilësish si individ, po dhe cilësi politike mendon se mund sjellësh një farë ndryshimi sado modest? Shiko. Çfarë ofron Berti, domethënë, në tregun politik? Shiko, do ta trajtojmë në dy anë. Njëra është Berti sikur mos ofroj asgjë, do të sjellë një eksperiencë të jashtëzakonshme nga vendet ku ka jetuar dhe mbijetuar dhe krijuar një karrierë të suksesshme. Nga ana tjetër, po të vi me një qëllim që të ofroj të gjitha njohuritë e mia, lidhjet e mia janë më së mjaftueshme që të paktën ky qarku të lulëzoj brenda një periudhë shumë të shkurtër. Tani e kuptuam që asgjë nuk ndodh brenda 2 vjetësh, 1 viti apo 4 vjetësh, do marri kohën e vet. Por të prekim disa pika. Për shembull, një nga ato jo pasionet, po puna ime është edhe elektronika ose në këtë kohë tash energjia e rinovuar që janë panelet diellore, storage, energy storage dhe këto tjera. Zona këtu është fantastike brada. Domethënë ofron diçka të jashtëzakonshme. Jo vetëm për nga ana e biznesit, po nga ana edhe e mirëmbajtjes të komunitetit, siç e di që ne zbatojmë rregullat, po themi pak perëndimore, po sociale në këtë fushë, që ne biznesi nuk është vetëm oligarku që vjen e zapton edhe nuk lë asgjë në komunitet, por është biznesmeni që krijon një marrëdhënie ose një kontratë që është beneficial për të dy anët, edhe për vendin ku ai është, edhe natyrisht për biznesin e tij. Pra me përgjegjësi shoqërore, siç thuhet ndryshe. Me një përgjegjësi shoqërore. Edhe kam diskutuar shpesh këtë, njerëzit tu, populli është shumë i zgjuar. Populli është i rafinuar, ka një delikatesë dhe ka një mënyrë mendimi shumë të rafinuar. Kërkush mos mendoj që do dalim mbi atë sepse janë gabim. Kam hasur në fshatin më të humbur, po them, s'është i humbur, po një nga fshatrat më të thella, dhe ka pasur specialist të paneleve diellore, që kemi pas diskutim të gjatë mbi gjëra teknike. Por çai ka munguar kjo që thash që duhet të jetë një kontratë e dyanshme me përgjegjësi shoqërore, që ti japësh, ti ofrosh komunitetit diçka mbrapsh. 1% të fitimeve të shkojnë në komunitet, të mbaj shkollat, kopshet, personat që kanë nevojë për ndihmë, të zhvillojë infrastrukturën. Dhe kjo ka qenë një nga diskutimet që i ka lënë pak të habitur, që si ka mundësi që ekziston kjo. Ja pra që ekziston, se kështu funksionon komplet bota. Ndërsa shqiptarët është ajo pjesa e hipnozës që janë mësuar ose i është treguar vetëm njëra anë. Është ana ne do shkojmë në Europë. Si do shkosh në Europë? Hipnoza nënkupton trushplarjen. Një lloj trushplarje për momentin. Një lloj shkëputje nga realiteti ose një mungesë etalonesh, një mungesë pikash referencash. Pikë reference janë këto kontrata që në gjithë botën janë të dyanshme, që janë beneficial për të dy pjesët. Nënkupton të gjitha programet sociale që si në një domethënë udhëheqje, po themi të djathtë, si në një të majtës, janë paka shumë të njëjtat. Favorizojnë një grup ose një tjetër me një përqindje shumë të vogël, por janë për të dy krahët, janë të beneficial, si thonë, janë të mira. Berti do të bëj një pyetje lidhur me qëndrimin tënd personal ndaj marrëdhënieve që duhet të ketë Shqipëria me botën perëndimore, me fuqitë e mëdha, po të përdorim një term të vjetër, me Europën e Bashkuar dhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pyetja ime konsiston në këtë: sa shans, mundësi ka Shqipëria të jetë sovrane në raport me këto vende të fuqishme, të cilat siç po duket kohët e fundit po menaxhohen nëpërmjet emergjencave?
domethënë emergjencave të sajuara sipas mendimit tim, duke filluar që nga pandemia e 2020-s në vazhdim tani me pandeminë e re që po del, atë të shkëputjes energjisë elektrike e tjerë. Sa mundësi kemi ne të mbijetojmë në këtë botë të re që po ndryshon dhe po shkon drejt tiranisë? Tashi, një nga do t'i referohem disa nga profesionistëve në këtë fushë, një nga grupi i punës që ne kemi, kemi një grup pune të ri që janë fantastik. Po them të ri sepse janë në moshën 30-40 vjeçare, domethënë pak më të ri se unë, por të ri të pjekur, domethënë në nivelin që kanë arritur atë, jo kulmin profesional, po janë në mes të karrierës tyre. Pa në soko, ekonomist i shkëlqyer, me shifra të jashtëzakonshme, studime të jashtëzakonshme. Prodhimi i mishit në vend është prodhimi i mishit ka qenë 99% në vend, sot është e kundërta. Është 98% importohet, vetëm 2% nga vendi. Atë që ne konsumojmë që ti mendon që është produkt i vendit, nuk është. Domethënë që ne jemi komplet të varur nga vendet fqinj. Domethënë jemi, si thuash, një mini koloni e vendeve fqinj. Kemi sovranitet as të ushqimi, po thua. Sovraniteti është zero. Gruri, Kosova ka arritur që e ka prodhuar për gjithë vitin, domethënë që të mbaj veten e vet me grur, e jona është, nuk e di me shifra, po është diku te 5%, mund të jetë 1 ose 2%. Mishi tham 2%. Të gjitha të tjerat, domethënë është trajtuar në një formë, në një mënyrë që të gjitha këto fusha, të gjitha këto biznese, po themi, janë zhdukur nga harta e Shqipërisë. Janë të gjitha të sjella nga jashtë, të gjitha në varësi të biznesit. Tani, në qoftë se ne shikojmë prodhimet e vendit edhe importi shërben vetëm një grupi të vogël oligark, po i quajmë oligark se janë oligark për të ardhur keq. Më i pasur në Shqipëri mund të jetë një person që ka $2 miliard, $2 billion, që nuk është asgjë për botën tonë ku ne jetojmë, dhe komandojnë gjithë vendin, duke marrë ujin nga një zonë, duke krijuar këto, duke shitur monopole të një vendi të varfër. Shqipërisë nuk i duhen këto. Shqipërisë i duhet një rigjenerim, i duhet një shpresë. Edhe shpresa kryesisht me çka konstatoj unë, duhet jetë nga një grup profesionistësh të angazhuar në një fuqi, në një forcë politike. Përndryshe, po t'ja lësh në mënyrë sporadike biznesit, që të rritet nga biznesi vogël në të mesëm, është e pamundur. Politikat e sotme nga të gjitha qeverit që kanë qenë për 35 vjet e fundit janë për të shtypur biznesin e vogël. Që biznesi i vogël kur mos bëhet i mesëm edhe të arrijë që të ngrihet edhe në një biznes të lartë. Mos flasim për industrinë, industria lehtë komplet e zhdukur, industria e mesme e rëndë që nuk ekziston. Të gjitha ato që kanë qenë, po themi, arkaiket e sistemit komunist, që të vjetra por funksionale, të paktën për të përmbushur një nevojë minimale, janë zhdukur komplet. Domethënë, totalisht i rebeluar them që është një fatkeqësi kombëtare. Në të vetmet qendra, mund të them Tirana pak, Elbasani, Fieri, që kanë pak jetë, pak edhe ajo është një lëvizshmëri brenda për brenda vetes, por nuk ka asnjë shpresë për të konkurruar, për të mirëmbajtur veten edhe për të konkurruar në tregun evropian. Një formë e shfaqjes së mungesës së sovranitetit është edhe deklarata, për shembull, që ka bërë kryeministri i Shqipërisë për të krijuar një shtet bektashi brenda shtetit shqiptar. Falja ose vënia në dispozicion e territorit të Shqipërisë për të ngritur kampe dhe shërbim të interesave të qeverisë italiane. Po dalim në një gjë tjetër, ne si shqiptar, domethënë vjen një moment që bëjmë një analizë që themi, ne jemi mbi 30 vjet në Kanada, jetojmë në Kanada. Gjithkush, 10 vjet, 5 vjet, njëra tjetër. Vjen një moment që thotë, po shikoj mënyrën se si të kthehem në Shqipëri, nëse ekziston një farë mënyre që unë të kem të dy vendet, ta shijoj edhe vendin tim, gjuhën time, kulturën time. Duke parë këtë lloj, po themi, grafike, do të shkoj më keq, nuk do shkoj më mirë. Në qoftë se deri sot janë falur këto, nesër do falen që të gjitha.
Me këtë lloj qeverisje nuk ka. Pse? Sepse po të ishte se do ishin inkurajuar bizneset në vend, natyrisht do kishim kaluar nga faza e bizneseve të mesme, nga një shtres e mesme në një shtres të lartë, që është me të vërtet udhëheqëse në, po themi, në biznesin edhe në kulturën ekonomike dhe natyrisht edhe në jetën e përditshme. Ajo nuk ekziston. Domethënë ekziston zero, ekzistojnë vetëm 3 veta që lakohen, 2-3 veta, 2-3 emra, edhe ata siç ju thash është një pasuri e papërfillshme për botën edhe për çfarë duhet ishte Shqipëria. Shqipëria merr subvencione nga Europa, natyrisht edhe nga Amerika, nga vende të tjera, të tilla që vetëm ato do të ishte mjaftueshëm që të rregulloheshin të gjithë këto probleme. Ditët e fundit, vjedhjet apo të themi deklaratat që janë bërë në shtyp, si themi si nga të dy anët, po kryesisht nga PD-ja që është në opozit, natyrisht nga lidhja Shqipëria bëhet, është skandal që vjedhjet janë në miliona dollar, në 60 milion, në 120 milion dollar. Po këto janë aq lek, janë të mjaftueshme që këtu të rregullohej komplet problemi i infrastrukturës, t'i çojë blegtorit rruga deri në mal ku e do ai, mbase ai agroturizmi i vogël të ishte funksional, mbase këto qendrat e informacionit për turizmin, mbase këto shtëpitë e vogla si hostels, janë si hotele, të ishin rregulluar pak që të kenë mundësi të thithin një fluks turistësh, që të jetë një turizëm i qëndrueshëm, jo një turizëm fluks erdhen për një ditë edhe nuk gjithë muajin rrin pastaj ose gjithë dimrin janë komplet bosh. Berti, pyetja ime fundit, nëse i nderuari Muharrem, babai yt i shtrenjtë, do të ishte gjallë dhe do të ishte dëshmitar i përfshirjes tënde në politikën shqiptare, do ta jepte bekimin? Unë mendoj që do t'ja lija babait tim këtë sfidë, dhe të thosha urdhë ja ku e ke, meru ti se i njeh më mirë njerëzit, edhe jepi drejtim këtij muhabeti, sepse në një farë momenti është një revolte e pa, domethënë përballesh me diçka që është komplet absurde, diçka që kushdo që të ishte që vjen nga një këndvështrim pak nga jashtë, apo nga një këndvështrim pak më perëndimor, do thoshte që kjo nuk është e vërtet, nuk ka mundësi që të ndodhi. Kemi pasur disa intervista edhe me OSBE-n, që është e vështirë t'ia shpjegosh se çfarë po ndodh. Është e pabesueshëm për ta, sepse nuk ndodh në asnjë vend tjetër të botës. Kështu që e drejtë, besoj se bekimin e kam, jo vetëm unë, po të gjithë të rinjt, sepse ai ka qenë shumë shtytës ndaj gjërave të reja, ndaj gjërave pozitive, ndaj komunitetit shqiptar-kanadez atje, edhe këtu, edhe mendoj që ka bërë shumë për komunitetin duke sakrifikuar veten e tij. Shpresë ka, votoni me zemër, votoni numrin 6. Në Kanada besoj se në këtë kohë janë mbyllur votimet, por nuk ka rëndësi. Kjo nuk është një ditë, kjo është një rrugtim i gjatë. Do marrë të paktën një vit që të sqarohen, të shoshiten gjërat. Mundësisht të shkojmë në një qeveri teknike, e cila do të çliroj pak administratën, do të çliroj njerëz nga frika, në mënyrë që të votojnë lirshëm. Edhe në një zgjedhje të tjera, në një par zgjedhje të tjera, shpresoj që nuk them vetëm për këtë parti. Ne qëllimi jonë është që Shqipëria të bëhet ndryshimi, nuk është partia shive është shumë Shqipëria vlen më shumë se partia.